Këto janë 5 projektet më të bukura të qytetit të Tiranës. Jo të gjitha janë një zgjedhje e zgjuar për të jetuar apo investuar. Sot do t'i vlerësojmë secilën prej tyre nga 1 në 10. Downtown One e vlerësuar 9 nga 10, është ikona më e fortë vizuale në qytet. Forma me hartën e Shqipërisë e bën shumë të dallueshme dhe kombinimi i funksionaliteteve që ofron për të jetuar dhe për të zhvilluar biznese të ndryshme bën atë goxha të vlefshme. Por zona ka shumë trafik, ka ngarkesë, ndaj do të jetë një vështirësi për infrastrukturën apo se si ajo do ta përballojë këto objekt kaq gjigant. Projekti i dytë është Eye of Tirana, pozicionuar në qendër të Tiranës, e vlerësuar 8.5 nga 10. Është një dizajn modern me një ndjesi luksi, me hapësira të gjelbërta dhe elemente të ujit që bëjnë atë goxha tërheqëse për jetesën, por kërkon mirëmbajtje të lartë dhe gjithçka do të varet nga mënyra se si do të jetë menaxhimi i këtij projekti në vijim për ta bërë atë të vazhdojë të jetë i veçantë. Tirana Garden Building e vlerësuar 8 nga 10, e pozicionuar në rrugën e Kavajës, ofron një koncept ekologjik goxha të avancuar në fasadë me gjelbërim dhe është goxha trend së fundmi, por ky gjelbërim do të kërkojë kujdes të vazhdueshëm, përndryshe do ta humbasi shpejt vlerën që ofron, ashtu siç e kemi vënë re së fundmi më tepër një strukturë gjigante vishnji sesa një strukturë që të ofron gjelbërimin e të. Ambasador Treshi vlerësohet 7.8 nga 10, është shumë praktik në vendodhjen që ofron dhe një cilësi goxha të lartë jetese, por është një zgjedhje e sigurt më shumë se sa e veçantë dhe ky projekt nuk të ofron diçka për ta bërë atë që të krijojë një përshtypje dhe të ngelet në mendje. The Skanderbeg Building, 7.5 nga 10, është një ide shumë e fortë dhe e lidhur me identitetin shqiptar, por përveç se dizajnit, shumë prej klientëve nuk e pëlqejnë për shkak të hapësirave të mëdha dhe të pashfrytëzuara që të ofron, apo nga organizimi me veranda të mëdha, apo pozicioni i saj ndoshta nuk të ofron shumë drejtësim në vendodhje të ndryshme të objektit. Po ju si mendoni, cili është objekti më i bukur në Tiranë?